Presidenti Donald Trump ka shpallur një raund të ri tarifash ndëshkuese mbi një gamë të gjerë mallrash të importuara, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vendosin tarifa 100% për barnat, 25% për kamionet e rëndë dhe 50% për mobiljet e kuzhinës. Gjatë mandatit të tij të dytë, Trump ka nisur disa heretime për sigurinë kombëtare që synojnë vendosjen e tarifave të reja për produkte të ndryshme, duke krijuar pasiguri në ekonominë globale dhe bllokuar vendimarrjen e bizneseve. Ai gjithashtu tha se nga java e ardhshme do të vendosë tarif 50% për pajisjet e banjës dhe 30% për mobiljet e mbuluara me stof, me të gjitha masat e reja që do të hyjnë në fuqi më 1 tetor. Tarifa e re 100% për çdo produkt farmaceutik marke ose të patentuar do të aplikohet për të gjitha importet, përveç se nëse kompania ka filluar tashmë ndërtimin e një fabrike prodhimi në Shtetet e Bashkuara, deklaroi Trump. Ai shtoi se masat e reja për kamionet e rëndë kanë për qëllim të mbrojnë prodhuesit vendas nga konkurrenca pa drejtë nga jashtë dhe se nga kjo lëvizje do të përfitojnë kompaninë si Peterbilt, Kenworth si dhe Freightliner. Tarifat e reja për kuzhinat, banjat dhe disa lloje mobiljesh u vendosën nga Trump për shkak të niveleve shumë të larta të importeve që sipas tij po dëmtojnë prodhuesit vendas. Arsyeja për këtë është për mbytja në shkallë të gjerë këtyre produkteve në Shtetet e Bashkuara nga vendet e tjera, shkroi Trump në Truth Social. Shoqata amerikane e prodhuesve të barnave shprehur kundër tarifave të reja për barnat, duke thënë më herët këtë vit se 53% e përbërësve me vlerë $85.6 miliard që përdoren në Shtetet e Bashkuara prodhohen brenda vendit, ndërsa pjesa tjetër vjen nga Europa dhe aleat të tjerë. Dhoma amerikane e tregtisë ka bërë thirrje departamentit që të mos vendos tarifa të reja për kamionet, duke theksuar se 5 vendet kryesore eksportuese të këtyre automjeteve janë Meksika, Kanadaja, Japonia, Gjermania dhe Finlanda, të gjitha aleat ose partner të ngushtë të Shteteve të Bashkuara, që nuk përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare. Meksika është eksportuesi më i madh i kamionëve të mesëm dhe të rëndë në Shtetet e Bashkuara. Një studim i publikuar në janar tregoi se importet e këtyre automjeteve nga Meksika janë trefishuar që nga viti 2019.